Qeverisja jonë nuk krenohet dhe nuk do të krenohet me numër të rritun të sociale që jep për kokë banorit. Në programin tonë, objektivi ynë është që ne të zvogëlojmë numrin e qytetarëve të cilët janë të varur nga mbështetja sociale. Po ndaj qytetarët të cilët janë pjesë e skema sociale, ne do të bëjmë përpjekje që ata të trajnojmë, të ritrajnojmë, të riaftësojmë, me qëllim që të bëhen pjesë e tregut të punës. Pra, krejt rezultati i qeverisë sonë, këtë aspektin e politika fiskale do të mbaret nga rezultati se sa numër të rritur hieku nga skemat sociale. Pra, një anë e lirojmë ngarkesën shtetërore në mbështetje të skemave sociale dhe në anën tjetër rrisim numrin e fuqisë punëtore në tregun e punës. Pra, kjo është dashur të jetë vazhdimsi, kjo është qëllim dhe objektivi ynë. Okej, ta shfrytëzojmë këtë fundit me pyetjet e fundit politike, se pas pak dua pak edhe ta ngacmoj mësafirin e ardhshëm që është Arben Gashi, në cilin e kemi në pritje sipër, po na pret pas pak tjetë aty, po dua ta ngacmoj Arbenin nëpërmjet pyetjes që ja bëj Ilirit. Ilir, kush i ka ekonomistët më të fortë në Kosovë? Se po thonë LDK-ja ka inflacion ekonomistësh në listën e vet. A është e vërtetë që LDK-ja apo ka ndryshuar situata? Se edhe ju e keni nga Bedri Hamza te Arben Mustafa, te ju, kush është tjetër aty? Lista PDK-s mendoj që është lista prej më të mirëve që është sot e në rrafshin e ekonomisë ka fjalë. Po në pjesën e ekonomisë padyshim PDK-ja ka ekonomistat më të mirë dhe më të. PDK-ja ka ekonomistat më të mirë, a? Padyshim. Okej, dita e fundit është e fushatës, unë po e bëj pyetjen e fundit edhe ju e keni të drejtën ta bëni. Kush do të jetë kryeministër i ardhshëm i Republikës Kosovës Zoti Murtezi, sipas juve? Pas datës së 8 dhjetor, pra pas përfundimit të zgjedhjes, Partia Demokratike e Kosovës do të dalë fituese, do të jetë kryeministri i ardhshëm zoti Bedri Hamza. Kështu është pa ekuivok kjo, a? Kjo të paktën çka na pa në terren, domosdoshmë sepse qytetarët janë të dëshpëruar nga qeverisja aktuale, për faktin që kanë rrit varfërinë, kanë rrit kostën e jetesës, kemë pa me energjinë elektrike çfarë kost është për qytetarët më shumë se të fishuar, për bizneset është trefishuar. Po e zomë se zoti Bedri Hamza do të jetë kryeministër, po a me blokun ish opozitor apo me vetëvendosjet? Kjo para do të shihen rezultatet çfarë dalin nga zgjedhjet, pastaj varësisht pe megjithatë ka thonë s'do të ketë vijat kuqe, kështu që kam drejt me mendu që mundi me shku me një koalicion. Mja thonë vendit institucionet legale. Sigurisht që kryetari i partisë ka dhënë qëndrimin e tij, unë vlerësoj që ne do të presim derisa të dalin rezultatet e zgjedhjeve dhe varësisht nga rezultatet, sigurisht edhe kombinim. E rëndësishme është që PDK-ja nuk është parti refuzuese, nuk është parti e cila pikërisht atë që ka thënë edhe zoti Hamza, që vënon vijat kuqe, për faktin që kemë pa edhe të kaluarën që